Suela, ndërtoj departamentin e prodhimit në kompaninë Fix. Linjat e prodhimit kërkojnë në specifika të organizimit të proceseve të punës dhe planifikimit të tyre. Jemi përpjekur të mirë menaxhojmë lenjët e punonjësve, zvendësimet e tyre duke trajnuar sa më shumë punonjës për të njëjtin proces pune. Kemi ndjekur politika specifike, duke ndihmuar punonjësit me paketa shëndetësore, me paketa mësimore për fëmijët e tyre dhe jemi përpjekur sa më shumë për të ndihmuar ato në rastet e veçanta të nevojave të tyre të përditshme për leja apo për mungesa rastësore. Kompania Fix është themeluar në vitin 2003. Numri i përgjithshëm i të punësuarve është 148, nga të cilët 40 janë femra dhe 108 meshkuj. Grupmosha dominante në këtë kompani është 30 deri në 39 vjeç. Unë jam Oriola, jam team leader pranë kompanisë Fix dhe këtë vit jam bërë nënë e vajzës time të dytë. Dhe si çdo nënë është shumë e vështirë që të bëjmë shpëputje nga fëmia dhe për t'u rikthyer jetës në punë, por unë këtë vështirësi pothuajse nuk e kam ndier fare. Kompania më ka dhënë fleksibilitetin që të balancoj jetën time profesionale me jetën time në familje. Departamentin më të fuqishëm kemi departamentin e burimeve njerëzore. Çdo investim, qoftë në teknologji, qoftë në makineri apo në pajisje, nuk është e vështirë për t'u bërë, ndërsa për njerëzit është sot pika më kritike, pika më delikate. Ne gjithmonë kontribojmë për të dhënë në maksimumin që njerëzit të punojnë në një ambient të këndshëm, në një ambient ku janë të plotësuara të gjitha kushtet